Shikues nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Rreth 20.000 qytetarë nënshkruan deri më tani peticionin e opozitës kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe për vijën kufitare me Malin e Zi. Peticioni do të zgjasë 10 ditë deri në 2 javë. Edhe në ditën e dytë qytetarët po i përgjigjen thirrjes së opozitës për ta nënshkruar peticionin për të kundërshtuar marrëveshjet e arritura me Serbinë, për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për vijën kufitare me Malin e Zi. Qytetarët që nënshkruan këtë peticion vlerësojnë se marrëveshjet e arritura janë të dëmshme për vendin. Sendin jo të mirë s'kanë punu për popull, veç për vete. A jeni kundër marrëveshjeve me Serbinë? Gjithmonë. Pse nuk janë marrëveshje të cilat sjellin dobi për Kosovën, vetëm humbje. Tërkohen. Asnjë koncesion për Kosovë është bërë vetëm për Serbi. I bojmë thirrje me ndryshu këto marrëveshje, nëse është të mundshme, sepse janë dëm të Kosovës. Asgjë më. Po normal. Po normal, në mënyrë demokratike, por me bëu një ndryshim normal. Po sa po shifet nuk është mirë. Se kanë dhënë tradicion në dy pjesë. Pjesën në disa trojet Kosovës. Nuk është fare mirë. Sipas të dhënave të opozitës që nga dje janë grumbulluar rreth 20.000 nënshkrime. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri tha se qytetarët po e shprehin revoltën kundër tekçijave që po i sjell vendit qeveria Mustafa Thaçi. Peticioni ka për qëllim që qytetarët e Republikës ta kenë një mundësi shtesë që ta shprehin vullnetin e tyre politik, ose paknacinë e tyre politike, ose revoltën e tyre kundërshtuese kundër këtyre marrëveshjeve. Ata që mendojnë se duhet kundërshtohen, ata që s'mendojnë që duhet kundërshtohen, do të qëndrojnë në vendimet e tyre. Nuk e kemi asnjëherë të menduar e as të thënë që peticioni do të jetë mjeti që e rrezon qeverinë. Mirë, peticioni është një mjet i domosdoshëm në mënyrë që qytetarëve të Republikës të krijohet hapësirë politike në vendimmarrje. Tash efekti i peticionit është tjetër gjë. Qëllimi i peticionit është që qytetarët e Republikës ta kenë një mundësi për të shprehur, sepse qytetarët e Republikës faktikisht asnjëherë nuk pyeten për vendimet në dhomë. Peticioni i organizuar nga vetëvendosje AAK dhe Nisma sipas zyrtarëve opozitar do të zgjasë 10 ditë deri në 2 javë, varësisht nga zhvillimet politike në vend. Kryeministri Isa Mustafa reagoi ndaj komenteve të opozitës dhe një pjesë të shoqërisë civile për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Rikujton se Kuvendi i Kosovës më 27 qershor 2013 ka aprovuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Mustafa tha se ata që sot kërkojnë të tërhiqet nënshkrimi duhet ta dinë se deputetët e tyre e kanë dhënë votën për këtë asociacion me ratifikimin e marrëveshjes së parë me ligj. Kryeministri Mustafa ftoi opozitën për qasje konstruktive. Ligji vlen për të gjithë, për pozitën dhe opozitën, për qytetarët dhe për shoqërinë civile. Çdo gjë është bërë sipas marrëveshjes ratifikuar me ligj, është bërë sipas ligjeve të Kosovës dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Por do të jetë gjykata kushtetuese ajo që përfundimisht do të jap mendimin e saj, theksoi në Facebook kryeministri Mustafa. Në Kosovë, deri më tani nuk ka ndonjë parashenjë për ndonjë sulm terrorist, thonë policinë e Kosovës, por njohës të sigurisë konsiderojnë se rreziku nga terrorizmi në Kosovë ekziston nga kthimi i kosovarëve pjesëtar të ISIS-it. Pak ditë më parë, qeveria miratoi strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm për periudhën 2015-2020. Po përmes këtij dokumenti në media u raportua se ekzekutivi identifikoi 3 grupe potenciale terroriste si alarm për kërcënim nga terrorizmi. Në policinë e Kosovës nuk i bën publike këto 3 grupe terroriste, por thonë se deri më tani nuk ka ndonjë indicie për sulme terroriste. Nuk ka ndonjë indicie apo informacion të saktë për ndonjë sulm të mundshëm terrorist, mirë po edhe Kosova nuk mund të jetë imune sikurse që nuk janë edhe shtetet më zhvilluara. Ju e dini që në Kosovë janë ngritur diku mbi 130 kallëzime penale ndaj personave të dyshuar që kanë qenë përfshirë në një mënyrë apo tjetër në aspektin e akteve penale që ndërlidhen me terrorizmin dhe ne po punojmë me drejtim që të kemi një siguri më të madhe në vendin tonë.
Identifikimin e këtyre 3 grupeve potenciale terroriste nga qeveria e komenton edhe njohësi i sigurisë Avni Islami. Thotë se ekzekutivi u vonua me miratimin e strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm. Qeveria e Kosovës tashmë kohë të fund ka bërë një punë të mirë, ku i ka identifikuar 3 kategori të cilat mund të rrezikojnë sigurinë nacionale të Kosovës. Për mendimin tim, kjo strategji është e qëlluar dhe është dashur që të bëhet shumë më herët. Mirë po duhet theksuar se qeveria e Kosovës është dashur më herët të mirret me parandalimin e grupeve të cilat kanë shkuar në vendet arabe, të cilat sot atje janë aktiv duke luftuar në frontet, disa në Al-Nusra, disa në ISIS. Se rreziku ekziston në masë të madhe nga terrorizmi, sidomos nga kthimi në Kosovë i shtetasve që kanë shkuar për të luftuar në Siri e Irak, e thot edhe njohësi i sigurisë Islami. Ata persona të cilat kanë shkuar dhe janë duke luftuar krah për krah me vëllezërit e tyre musliman atje, ata tani me përfundimin e luftrave kur të kthehen në Kosovë do të jenë rrezik potencial për ndërmarrjen e aksioneve në qendrat e Kosovës apo në objektet vitale. Për momentin mendoj se edhe nëse ka mendime të tilla apo paralajmërime të aksione të tilla në territorin e Republikës Kosove, rrezik permanent mund të jenë ambasadat e huaja të cilat janë të akredituara në Kosovë, si dhe personat me influencë në Republikën e Kosovës. Në qeverinë e Kosovës gjatë ditës nuk u prononcuan për identifikimin e këtyre 3 grupeve potenciale terroriste. Ekstremistët islamik nuk po konsiderohen burimi vetëm për të kryer veprimtari terroriste, por edhe grupet radikale nacionaliste ekstremiste me origjinë serbe dhe shqiptare që kundërshtojnë kufijt dhe qeverisjen ekzistuese. Projekt ligji për investime strategjike ende është në fazën e hartimit. Qeveria e Kosovës e quan përpjekje për të tërhequr investimet e huaja. Nga ana tjetër ka zëra që sinjalizojnë rrezikun se ky projekt ligj mund të jetë në kundërshtim me kriteret e Bashkimit Evropian. Projekt ligji për investime strategjike përcakton fushat, prioritetet dhe projektet strategjike, por njëherësh eliminon edhe procedurat e gjata administrative dhe burokratike me cilat janë përballur investitorët eventual, pohojnë në qeverinë e Kosovës. Sokol Havolli, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Kosovës, tha se me këtë ligj parashihen mbështetje, lehtësim, kushte favorizuese dhe përshpejtuese në funksion të arritjes së qëllimit kryesor, tërheqjen e investimeve të huaja. Në këtë projekt ligj do të përcaktohen edhe kriteret themelore se kush mund të cilësohet si investitor strategjik, edhe këto kritere do të jenë të bazuara në aspektin e shumës së përgjithshme të investimit, do të jenë të bazuara edhe në shumën në numrin e të punësuarve cilët ky investim do të gjenerojë, në prurjen e teknologjive të reja, si dhe në krijimin e vlerës së shtuar në ekonominë e Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka tha se mbështesin projektligjin për investime strategjike, por që kanë disa rezerva të cilat do t'i paraqesin gjatë diskutimeve publike. Kemi disa rezerva tona, për çka natyrisht në fazën e diskutimit publik të projektligjit do t'i paraqesim edhe komentet tona. Mes tjerash, dëshirojmë që ligji në asnjë mënyrë mos të lë hapësirë për shkeljen e dispozitave të prokurimit publik, pra se çështjet e prokurimit përfshihen brenda ligjit për investime strategjike, sepse natyrisht nuk do duhej. Koordinatori i Kosidit Visar Azemi mendon se projektligji për investime strategjike mund të jetë i rrezikshëm për shkak se mund të bijë ndesh me kriteret e Bashkimit Evropian. Ne kem kërku draft ligjin nga Ministria e Tregtisë për ta parë se a është ai ligj në harmoni me ligjet dhe kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, ashtu siç është proklamuar kohëve të fundit, një ligj i tillë do të jetë i rrezikshëm për shkak se bie ndesh me sidomos me akit për konkurrencën, domethënë të Bashkimit Evropian dhe kem gjithashtu informacione se Bashkimi Evropian nuk është duke përkrahur një ligj të tillë për shkak të këtyre paqartësive të cilat janë në ligj. Projektligji për investime strategjike ishte premtuar nga kryeministri Isa Mustafa se do të procedohet në kuvent në fillim të shtatorit.
Në shkollën fillore në Kleq të Lipjanit, mësimi zhvillohet në kushte skajshmërisht të papërshtatshme. Mungesa e ujit të pishëm është vetëm njëri ndër problemet serioze. E ndërtuar në vitin 2001, ky objekt i shkollës fillore Ibrahim Banushi paralelja e ndarë në fshatin Kleq të komunës së Lipjanit, është në gjendje të mjerueshme. Kulmi që pikon mure të prishura, myk në të gjitha anët dhe së fundmi as uji nuk arritën ta sjellin në këtë objekt shkollor. Përgjegjësi dhe mësuesi i kësaj shkolle, Rifat Kleq, ka thotë si janë ankuar shumë herë, por pas zgjidhje. Ne kemi bërë kërkesat vazhdueshme, edhe drejtorisë shkollës i kemi adresu kërkesat tona, por edhe në drejtorinë komunale të arsimit në Lipjan. Mirë po deri sot nuk ka asgjë tre. Në vitin 2011 Qeverisja e kalume e komunës Lipjanit ka dhënë donacion për renovimin e shkollës, mirë po ata janë ardhur vetëm më duket sa kanë shkatruar, se jo që e kanë ndërtuar për me rregullu këtë shkollë. Nxënësit e kësaj shkolle, të cilët janë gjithsej 20 nga klasa e parë deri në klasën e 5, pohojnë se këto kushte u avështirësojnë procesin mësimor. Me mykon. E uja keni? Jo, për në pëngën shumë. Për ujet në mbyk, marrë me shisha në shkollë. Në problemi në shkollë është puna e ujet në kanal, duhet të marrë me shisha. Punën me erë. Në pushtetin komunal të Lipjanit thonë se disa herë kanë bërë përpjekje të hapin puse, por pa sukses për shkak të pozitës zgurore në atë zonë. Tani është në procedurë tenderimi për hapjen e pusit në oborrin e kësaj shkolle, por nëse prap nuk arrihet qëllimi, atëherë vetë banorët duhet të ndihmojnë duke ofruar burimet e ujit për nevojat të shkollës, tha në pushtetin komunal të Lipjanit. Instituti Albanologjik kërkoi që me ligj të mbrohet gjuha shqipe, e quajnë domosdoshmëri. Profesorët universitarë të gjuhës shqipe janë kundër. Instituti Albanologjik i Kosovës ka marrë iniciativë për krijimin e një ligji i cili do të mbronte gjuhën shqipe në Kosovë. Kjo sipas shefit të departamentit të gjuhësisë në Institutin Albanologjik, Qemail Murati, ka ardhur si pasojë e një degradimi të madh që është duke u bërë gjuhës. Gjuha shqipe sot ndodhet në shkallën më të fundit të degradimit të saj. Përdoret me shkelje të panumërta, të normës leksikore, gramatikore, sintaksore, frazeologjike, pra në të gjitha nivele dhe në të gjitha institucionet në administratën publike, në shkollë, në universitet, në media dhe në gjitha hapësirët e tjera. E nëse ky ligj aprovohet, sipas Muratit, edhe politikanët para kandidimeve të tyre duhet të marrin librat e gramatikës. Ai që është për në parlament do të mësojë, do të marrë gramatikë, do të marrë fjalën e gjuhës shqipe, edhe këta të administratës të gjyqësisë do t'i marrën fjalët e gjuhës shqipe, do t'i blenë sepse unë nuk besoj që një zyre jone ka një fjalët e gjuhës shqipe. Kjo nismë e Institutit Albanologjik është duke u kundërshtuar ashpër nga gjuhëtarët. Profesori universitar, njëherësh edhe drejtori i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Rahman Pacharizi, thotë se kjo iniciativë është një marrëzi e radhës në vendin tonë. Kjo gjuhë standarde shqipe është kontestuar, po vazhdon të kontestuohet, nuk po arrin të përmbush nevojat e folësve. Edhe në këtë gjendje që është, nëse vendoset një ligj, nëse sankcionohet të folurit publik si që duhen të sankcionojnë, atëherë unë nuk e di se qa do të ndodhë në këtë Kosovë. Kjo është edhe një marrëzi e radhës në Kosovë. Njëjtë mendon edhe profesori tjetër Bardh Rugova, i cili këtë nismë e quan budallallëk të njerëzve të cilët nuk e njohin gjuhësinë. Unë mendoj se ka dy rrafshe gabimesh. E para është në gjuhësi, kushdo që është duke propozuar nuk di fare gjuhësi. As pak, duhet t'i themi si nismë, duhet t'i themi me emrin të cilin i përshtatet, është një budallallëk. Madje Pacharizi e Rugova nuk e kuptojnë se nga kush duhet të mbrohet gjuha shqipe. Spari nuk e di nga kush duhet mbrojtur shqipja, nuk e di nga kush duhen të mbrojnë shqipen. Shqipja nuk hyn mesin në gjuhëve të rrezikuara, shqipja nuk është rrezikuar nga askush. Po unë nuk e kam qartë mbrojtjen e ligjit, mbrojtjen me ligj të gjuhës. Nëse ne do ta mbrojmë gjuhën, atëherë prej kujt me mbrojmë? Si mund të mbrohet shqipja prej shqiptarëve?
Këtë reagim të profesorëve të katedrës së gjuhës shqipe në Universitetin e Prishtinës, Qemail Murati e konsideron marrëzi. Është qesharake, është stupide, është e marrëzishme kjo vetë. Ajo marrëzi që artikulen tha, kjo është e marrëzishme, në vetë, në substancën e vetë. Si në çdo fush, krahas gjuhëtarëve ka edhe pseudo gjuhëtarë. Debati rreth krijimit të një ligji për mbrojtjen e gjuhës shqipe në Kosovë duket se do të vazhdojë edhe më tutje, nga se mospajtimet janë thelluar edhe më shumë ndërmjet gjuhëtarëve dhe studiuesve të Institutit Albanologjik të Prishtinës. Të nderuar shikues, ndoqët magazinën informative 21 Live News i falenderojnë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.